Kryetare LSI-s para 2 viteve, në fakt vazhdon qëndrimet dhe në fund thot me Ilir Metën ndahemi për qëndrimin ndaj SPAK. Sonde kam Monika Kryemadhe. Zonja Kryemadhe, mirë brama. Faleminderit për mundësinë që do më krijoni. Faleminderit që pranove ftesën, do ta kesh studion e hapur gjithmonë. A vazhdoni të keni besim ke SPAK-u dhe a ndani me Ilir Metën për besimin ndaj SPAK-ut? Shiko, ka 2 gjëra. E para, nuk është se ndaj me Ilir Metën për besimin që ka Ilir Meta ndaj SPAK-ut, se kur kam folur për SPAK-un, dhe kur kam qenë unë ajo që nuk lejova bërjen e zgjedhjen e prokurores përgjithshme, nëse mbani mend atëre me 69 votat e famshme, Ilir Meta ishte që dekretonte prokurorët e SPAK-ut. Pra, këta prokurori dekretonte Ilir Meta si president. Unë ndajsha me Ilir Metën për gjuhën dhe tonin e të komunikuarit si politikan, por kjo është gjë që ka ikur dhe këtë kemi këndvështrime të ndryshme. Dhe prap unë sot mendoj që përsëri Akoma beson tek SPAK-u sot? Unë besoj ke institucioni drejtësisë, por është tjetër gjë nëse SPAK-u drejtohet, zoti Peka, ka 2 gjëra. Ti beson ke gazetaria, zoti Peka? Beson gazetari? Unë besoj te gazetaria që bëj unë. Fal. Beson ke gazetaria? Jo. Nuk beson te gazetaria që bëj unë po. Atëherë më fal. Familja juaj është vetëm familjen e botë, sekond, se një rast specifik. E vetëm familjen e botë, që është 5 anëtar të familjes ose 5 personazhe të lidhur me familjen tuaj të akuzuar për korrupsion pasiv, pa asnjë person të akuzuar për korrupsion aktiv. Po patjetër. Nga ky SPAK-u që besoni ju. Jo, është tjetër ajo. Nuk ka jurisprudencë në botë që zbulon korrupsion pasiv pa pas një aktiv. Po dakord. Dhe ky është SPAK-u që besoni akoma. Zoti Peka, unë besoj gazetarin, nuk besoj individin. Edhe në marrëdhënie unë besoj institucionin e prokurorisë, por nuk besoj individet që drejtojnë institucionet. Individet e bëjnë institucion. Po patjetër. Jo. Individet e bëjnë institucion. Më vjen keq. Në demokraci institucioni orienton individin. Në diktaturë, në demokraci. Po normal demokraci jemi. Po demokraci. Ne jemi në demokraci, jemi në një demokraci daneze. Më gjej pak video të arrestimit të Ilir Metës. Kur ti ke gati më nxjerrni dhe ta pyesoni njerëzën Kryemadhe nëse jetojnë apo jo në demokraci. Sa shumë e rëndësishme deklaratat politike duhet të jenë shumë korrekt. Po patjetër, po besoj se edhe intonacionin e merr. Demokraci daneze, ëh? Dakor. Demokraci. E para dhe e dyta zoti Peka, po të ishim në demokraci, gjën e parë që do flisnin deputetët e Parlamentit shqiptar, duke filluar që nga deputetët e opozitës parë. Po të ishim tani, mandaj, jemi apo jemi demokraci? Po sigurisht që si në demokraci, më Orçin Peka tani. Po këtu çdo gjë është qesharake. Dakor. Tani këtu kur unë prandaj po të vim me gjithë këto dosje dhe po të them për treguar se çfarë gjë është qesharake dhe se si është ndërtuar. Dhe këtu institucioni qesharak fillon jo vetëm tek prokuroria, tek SPAK-u, tek institucionet e qeverisë, por për fatin tonë të keq është edhe tek opozita, edhe tek mediat, tek ata të cilët duhet të mbrojnë faktikisht demokracinë, sepse një parlament ku i gjithë grupi opozitar flet dhe merret me diellën, me një gur që hedh një budalla në lum dhe këta shkojnë gjithë nga mbrapa në vend që të merren me problematika që kanë të bëjnë qoftë me sistemin e drejtësisë që ty të kap dhe të shantazhon, aq më shumë edhe për të mos arritur një grup parlamentar i cili e opozitës nuk arrin dot të artikuloj politikisht, qoftë edhe institucionalisht për sa i përket veprimit opozitar. Unë nuk kam të drejtën morale për të folur se jam askushi, po të paktën në opozita ime në kohën time kur unë dogja mandatet për të ndjekur pas Beriaj dhe solidaritet, po themi Partinë Demokratike, ne jemi mbushur sheshet. Sot nuk bëhet opozita me konferenca shtypet as me status e Facebooku, për fatin tonë të keq. Dhe kjo është tani po themi ne a është po kjo është shumë e shumtuar. Sa nga gazetarët nga ju kanë kërkuar sot, meqense po themi, apo sa nga deputetët e opozitës, duke filluar që nga deputeti Pasili apo Erisa Xhixho apo dhe këto tjetër. Ju flisni emrin tuaj. Tani po ti thet demokraci, prandaj nxorë ato pamje. Po, demokraci pra të sa deputet opozitës kanë kërkuar hetimin e atyre kapuçojnëve të zi atje. Sa deputet opozitës kanë informuar Parlamentin Evropian për arrestimin e Ilir Metës, apo kongresmenët amerikan, apo edhe këta të gjithë duke filluar lidhje, unë nuk pres që Partia Demokratike të kapi armët për Ilir Metën, edhe pse ka detyrime të mëdha. Sepse në 2005 Partia Demokratike nuk vinte në pushtet, pa 18 mandate që mori plus nga Partia Socialiste, mandatin e Bashkisë Tiranës në 2011 nuk e merrte Partia Demokratike pa votat e Ilir Metës, edhe në 2009
nuk vinte në pushtet Partia Demokratike pa votat e Ilir Metës. Edhe në 2013 nuk ikte nga pushteti. Po patjetër. Nuk ikte nga pushteti. Po patjetër sepse Partia Demokratike, sepse kjo është e vërteta dhe për këtë duhet flasim ne, sepse në 2013 Partia Demokratike i tha Ilir Metës, ne nuk kemi nevojë për ty, se ti ke 2%, Bamir Topi ka 5% dhe Kuqezi ka 7%, dhe ne do bëjmë koalicion me ata. Atëherë nëse ju zdoni koalicion, ju më puntuj, ne më punton. Ku ja tha këtë? Po, e ke të thënë nga Partia Demokratike, ke duke filluar që nga institucionet e sondazhet që nxirrin faqet, se s'ka qenë syri atëherë, ka përshtypjen 2013-ën, pra, kanë qenë televizionet të tjera që ke sondazhet që nxirrin dhe që i programon të Partia Demokratike në atë kohë. Megjithatë, është çështje tjetër kjo. Është çështje tjetër. Dhe për disa sondazhe, një sekond. Dhe për disa sondazhe televizionësh, ftuat në shtëpi një person që kishte dashur t'u vriste fizikisht gjithë familjen. Ku? Jo, mos e ka ftuar unë ato. Ka qenë më përpara, jo? Ka qenë në 2012-ën. Pra kishte filluar negociata përpara se zëmosh në Partinë Demokratike. Ka qenë në 2012-ën ajo. Jo se ishte negociata. Dhe s'ishin negociatat për bërjen e qeverisjes. Ishin negociatat për 3 ligjet që Shqipërisë t'i hapeshte statusi kandidat. Nuk ka ardhur për të hëngur ngjala e Dirama për 3 ligjet të Ishin 3 ligje që u votuan, nëse e mbani mend para zgjedhjeve, që u votuan që erdhën socialistët i votuan. Je duke folur me person që e keni pas dhe po je duke folur dhe e keni dhe mik familje. Po mirë, pra je dhe duke folur dhe me një person që është Dirama i ka thënë Ilir Metës boll vodhi malokut dhe mori Shqipërinë, hajde të vjedhim zëni. Këtë se di unë. Unë mua nuk prezencën time nuk e ka thënë. Po se ju s'keni qenë. Nuk kam qenë, kështu që mund të qenë të katë sipër pa aty. Megjithatë kthehemi ke çështja për të cilën dua të flasim sot. Për sa i përket institucionit që thonë ju tek, unë përsëri prap besoj ke drejtësia, nuk besoj ke drejtësia e individit. Ke drejtësia e individit sepse individi përdorimi një institucioni në mënyrën personale, për frustrime personale, apo inate personale, apo qëllime politike, ka të bëjë në një këndvështrim tjetër. A besoni tek Dibrani Altin Domani? Unë nuk kam besuar kur ke Dibranët. Se ti brane e vetë. Flasim atë që është. Unë deviacionin tim geografike kam pas me Skarpalit. Për hir të vërtetës, por nuk është se kanë ndonjë ndryshim Dibranët me Skarpalit. Ta dish edhe këtë gjë. Për t'i kuptuar, sepse kjo periudhë ka ndihmuar shumë për të kuptuar edhe gjithë filozofinë e shoqërisë dhe rrethit ton shoqëror, për të kuptuar se si qëndrojmë, si ecim, edhe për t'i njohur njerëzit. Megjithatë, për një gjë besoj se janë të bindur njerëzit, apo edhe palët të tjera që kanë marrë materiale dhe dokumentat, dëshmit janë lexuar dhe i kanë parë dhe asnjë nga personat që është thirrur në SPAK nuk ka dëshmuar as kundër Ilir Metës, por të gjithë, duke filluar dhe nga administrata e zotit Rama vet, kanë qenë në favor të Monika Kryemadit, Ilir Metës dhe gjithë veprimtarive të tjera politike. Ajo që lë për të dëshuruar zoti Peka, për hir të vërtetës, ka një problem në dosjen e zotit Meta dhe dosjen time. Është e vërtetë që ajo që thoni ju që do flasim shumë për dosjen, po ju thatë asnjëri nuk ka dëshmuar kundër Ilir Metës. Ndërkohë, ju keni thënë para pak ditësh se janë shantazhuar dëshmitarët, madje edhe janë burgosur. Po. Dhe keni kërkuar SPAK-ut pse nuk i bëni publike deklaratat e tyre dhe duhet i bëni publike. Kush është ky dëshmitar që është quajtur në burg? A ka emër? Po patjetër. Ky është personi të cilit ne i kemi bler shtëpinë, edhe unë dhe mamaja ime, është një person të cilit të gjitha kontratat janë bërë nëpërmjet bankës dhe të deklaruara për pretendimet që SPAK-u ngren që janë të pa deklaruara. Pra është personi është intimiduar duke thënë që ti ke marrë para kesh nga zonja Fatime Kryemadhi, personi ka thënë që nuk është e vërtet. Më pas, mbas një periudhë kohe, zoti Peka është gjetur një sebeb për ta burgosur, pas një shkak, pas një gjë, është burgosur 3 muaj dhe është mbajtur nën presion, nën intimidim të tillë.